الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Parimi 6 prej parimeve të pendimit ka të bëjë me atë se cili është sekreti pse Allahu subhanahu wa ta'ala i gëzohet pendimit të robit të tij. Është hadithi mirë njohur i njeriut i cili gjersa ishte duke udhëtuar në shkretir, i hum do të thot kafsha me cilën udhëtonte dhe së bashku me të i hum do të thot edhe ushqimi dhe ujit në që e kishte në të çdo gjë. Dhe pastaj pas një kohë pasi që e kërkon i hum shpresa se do ta gjej dhe shkon në një hinë një pemë dhe ashtu e pret vdekjen. Pastaj kur zgjohet nga gjumi befa se sheh kafshën e tij te koka e tij me të gjitha përgatitjet e nevojshme për udhtim. Dhe nga gëzimi i madh, çfarë thot? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. O Allah, ti je robi im dhe unë jam Zoti yt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akhta'a min shiddati al-farah. Gaboi nga gëzimi i madh. Pastaj në fillim të këtij hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend se Allahu gëzohet më shumë për pendimin e robit të tij se sa ky person kur e gjen kafshën dhe ushqimin e tij në shkretir, pasi që i kishte humbur shpresat nga shpëtimi nga ajo gjendje e tmerrshme. Për cili është sekreti pse Allahu po u gëzoi ka me pendimin e robit të tij? Ibn Kaimi, Allah mëshiroft, e përmendje çështje e lidhur me këtë temë dhe përmbledhja e fjalëve të tij është se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka veçuar dhe e ka ngritur njeriun dhe ja ka nështruar çdo gjë. E në veçanti e ka ngritur lart pozitën e besimtarit, duke e bërë besimtarin si njeriun krijesën më të mirë. Innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Vërtet ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira janë krijesat më të mira, thot Allah. Dhe pastaj Allahu ka armik. Këtë armik Allahu e urren shumë. Pastaj ky armik, pra që është shejtani, e ka rrëmby robin besimtar dhe e ka fut atë në gjunahe, e ka bërë që ai të bëj gjunahe, të bijë në vepra të ulta dhe të ndyta. Dhe këto vepra padyshim që e hidhrojnë dhe e zemrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Vepra të cilat e largojnë njeriu nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Vepra të cilat bëjnë që Allahu të hakmerret dhe të zemrohet dhe të dënojë njeriun. Dhe gjatë gjitha këtyre gjërave, njeriu, robi i Allahut subhanahu wa ta'ala, e kujton zotrinë e tij, Allahun subhanahu wa ta'ala. E kujton mirësinë e tij, nderimin që ja ka bërë atij, bujarinë e tij, butësinë e tij. E kujton se si Allahu e ka mbulu nga gjunahet, nuk ja ka ekspozu para njerëzve. E kujton për mallimin për Allahun subhanahu wa ta'ala, kënaqësinë kur takohet me të, prehjen që e gjen gjatë adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj çfarë bën kjo? Kjo bën që ky njeri ta braktis armikun e tij, shejtanin. Ta braktis këtë gjunah që është duke e bërë. Dhe bën që të kthehet me pendim te Allahu subhanahu wa ta'ala, të kthehet dhe të nështrohet dhe të thyhet para zotrisë së tij, Allahu subhanahu wa ta'ala, duke e pranuar gjunahun dhe gabimin që e ka bërë. Cili është shpërblimi që jep Allahu për këtë? Allahu subhanahu wa ta'ala këtij robi zemrimin që e ka ndaj tij ja ndryshon, ja shndron në kënaqësi dhe në dashuri. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala pastaj e mbulon me bujarinë e tij, me nimetet dhe begatitë e tij. Dhe për këtë arsye Allahu i gëzohet pendimin. Pse? Sepse ky njeri po e praktikon në jetën e tij të përditshme, po i vun në praktik emrat e Allahu subhanahu wa ta'ala, cilësitë e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe gjurmët e tyre. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala është bujar, është fisnik dhe do që gjurmët e këtyre dy cilësive t'i sheh në jetën e besimtarit. Dhe padyshim që kjo i ndodh vetëm njeriut rob i Allahu subhanahu wa ta'ala i cili kthehet me pendim te Allahu azza wa jall. Dhe për këtë arsye, ky është sekreti sepse Allahu e do pendimin e robit të tij. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.